ato rrugicat e Kalas për të ardhur deri këtu edhe ndërkohë po më thoshte Nea me Benetin që ka shumë njerëz. Thash apo thonë çfarë dëshirojnë apo po thonë çfarë është në realitet, sepse nëse shumë njerëz kanë rezistuar deri në fund të asaj ngjitje, atëherë i bi që jo vetëm jemi të fortë, po jemi më të fortë se asnjëherë tjetër. Tani nuk diskutohet që do na hidhen fyt me një herë flamingot edhe do thonë patronazhistat janë mbledh atje, administrata është mbledh atje, të gjithë janë mbledh atje me zor të madh. Po unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për këtë dhe çmoj shumë realisht mundimin për të ngjitur deri këtu së bashku. Një ngjitje që ka qenë jo lehtë, por patjetër që po të marrësh parasysh se nga e kanë nisur ata që e themeluan Partinë Socialiste dhe pastaj nga e kanë nisur ata që morën guximin në Shkodër ta çelin degën e Partisë Socialiste, atëherë besoj që jo vetëm nuk kemi asnjë arsye për tu qarë për vështirësitë apo për të ndjerë të lodhur nga vështirësitë, po i kemi të gjitha arsyet për të vazhduar të ngjitemi, për të ngjitur Shqipërinë aty në majën ku na kanë lënë amanet rilindësit tanë dhe aty ku ja kemi borxh fëmijëve tanë në Bashkimin Evropian. Duke u përpjekur të mbledh disa mendime për të ndarë me ju, po mendoja që pavarësisht se kjo skenë këtu dhe ky shesh është zgjedhur për bukurinë e vet të jashtëzakonshme dhe për hijen e magjishme që ka, gjithsesi më duket sikur sot pikërisht ky takim na lidh në të sotmen me atë që është edhe legjenda e kësaj kalaje. Legjenda e atyre që përpiqeshin të ndërtonin ditën dhe e atij që prishte natën. Ishin vëllezër dhe ajo legjend në fakt ka reflektuar në vazhdimsi në jetën shqiptare, shekull pas shekulli ka reflektuar edhe në letrat e shkruara nga mendjet mëdha të kombit ton, që nga Gjergj Fishta tek Faik Konica e të tjerë të cilët e kanë pas pamundur mos ta lënë edhe me shkrim që halli më i madh shqiptarit i vjen nga shqiptari, por nga ana tjetër lajmi i mirë për ne është që shumica e shqiptarëve tani më është shumë e qartë edhe është shumë e vendosur për të çuar deri në fund këtë mision historik që fati e ka dashur që të vijë në dorën tonë dhe nderi ynë është që ta çojmë deri në fund. Ajo shumicë nuk se është e lumtur me çfarë bëhet dhe me çdo gjë që bëhet. Nuk është se është e kënaqur me gjithçka që në jetën e përditshme ndesh, nuk është se nuk i sheh poshllëqet ende të dukshme të pravambetjes madhe nga e cila
ne po dalim hap pas hapi, nuk është se nuk i sheh dhe nuk i ndjen pengesat që ndesh, nuk është se nuk i sheh të gjitha ato probleme që kujtojnë se i shohin më mirë ata cilët prej vitesh tani më kërkojnë që të na vënë strekëmsha dhe në çdo strekëmbë shndërrojnë që ai është strekëmshi vendimtar kur ne më në fund do rrëzohemi. I sheh patjetër, por ndryshe nga ata, shumica sheh edhe atë që ata nuk duan ta shohin. Sheh atë që ne kemi bërë për Shqipërinë, sheh atë që ne kemi bërë për qytetet tona, sheh atë që ne kemi bërë për zonat tona rurale, sheh atë që kemi bërë për flamurin ton kombëtar. Sepse është kollaj të flasësh për flamurin, është edhe më kollaj të marrësh një flamur dhe ta lidhësh në qafë për të bërë patriotin, është edhe më kollaj të bërtasësh e të këndosh këngë patriotike, por nuk është as pak e lidhur me patriotizmi, nuk është as pak e lidhur me flamurin, nuk është as pak e lidhur me frymën atyre këngëve që të gjitha këto ti përdorësh për të sulmuar dhe për të bërë çmosin që të hedhësh të gjithë baltën e mundshme, të mbledhësh dhe të lëshosh të gjithë gurët e mundshëm ndaj atyre që nuk mendojnë si ti, dhe jo vetëm nuk mendojnë si ti, por janë me detyrën e udhëheqjes vendit, sepse shumica që nuk mendon si ti ka zgjatur ata dhe nuk të ka zgjedhur ty. Kjo nuk është patriotike. Dhe pastaj ajo që lind vetvetiu si pyetje kur sheh gjithë këtë që po ndodh sot është po çfarë duan ta patriotët. Se realisht po të përpiqesh ti dëgjosh çfarë nuk dëgjon. Ishte një patriot dje ma çuhen që thoshte Edi Rama i ka ulur qëllimisht biletat e avionëve për të bërë që sa më shumë të marrin avionin dhe të ikin nga Shqipëria. Qa do ky patrioti që ne të rrisim çmimin e biletave të avionëve tani? Do më thënë, këtu jemi në një hapësirë ku thuhet gjithçka, por nuk dëgjohet asgjë dhe mbi të gjitha askush nuk mban asnjë përgjegjësi për atë që thotë. Shpërthyen papritur ethet ambientaliste të gjithë shqiptarëve, në thonjza të gjithë shqiptarëve, sepse në fakt janë vetëm ata të cilët thonë ne jemi Shqipëria, ne jemi populli, ne jemi shqiptarët. Qohuni nga kafet, mos rini ulur. Ata nuk duan me ditë se njerëzit që janë në kafe mund të kenë qenë gjithë ditën në punë. Jo, mos rini ulur, hajdeni me ne, për Shqipërinë e re. Po për ku? Për ku? Si i papritur këta u zgjuan një ditë edhe të gjithë u bën ambientalist. Dhe ndërkohë, po kërkojnë shpëtimin e Shqipërisë nga unë dhe nga ju. Ku ishin ta kur në Shqipëri kërciste gjuetia ilegale dhe kur vriteshin për ditë zogj e kafsh që normalisht janë speciet mbrojtura? Ku ishin këta kur Shqipëria kishte në fuqi ligjin e importit plerave? Ku ishin këta kur pyet ishin bërë vendi ku dëgjohej vetëm një zog, shara elektrike? Ku ishin këta? Nuk i kërkon askush llogari atyre që aso kohë ishin
10 vjeç. Por unë nuk e kam me ta dhe nuk e kam për ta. E kam me ata dhe për ata të cilët po bëjnë çmos që ta marrin peng dhe ta çojnë